Shtetit shkuar Zezat Bardh, ku ka auditu dhe tatimet dhe ka thënë as tatimet dhe as doganët, dhe është raporti KLSH-s, as tatimet as doganët nuk kanë kryer dhe nuk kanë ndërmarrë hapat e duhura, hapat e nevojshme, të domosdoshme sipas ligjit dhe kodit procedurave të tatimore dhe ligjit për procedurat doganore për sa i përket mbledhjes borxhit. Nuk e kanë kryer të punë. Pjesa më e madhe e ankesave që vjen nga ana e subjekteve, zoti Teliti, është se vërtet ulen kontrollet e thelluara nga 5 në 2 vite, por pas 2 vitesh tatimorët shkojnë përsëri kontrolle në këto biznese që i kanë kontrolluar, kur ndërkohë ka subjekte të tjera që nuk janë kontrolluar asnjëherë. Është e vërtet kjo apo jo? Absolutisht e vërtet. Patjetër, është shumë e vërtet. Ju keni mënyra e selektimit, pra pse do zgjidhet një biznes për të kontrolluar në të thelluar, apo jo? Pse ndaj një biznesi do bëhet një vizitë fiskale, një kontroll i befasishëm me radhë? Të gjitha këto kanë një analizë risku. Analiza e riskut do të thotë, ti duhet verifikosh me një bord të caktuar, në një komision të caktuar, në një instrument të pavarur nga vullneti i një punojësi apo një tjetri. Dhe në bazë të disa parimeve shumë të gjenerike, ti duhet të gjesh bizneset me risk. Në rastin që ne flasim në Shqipëri, kjo analizë risku është pothuajse zero, që do të thotë, nëse ne shikojmë filtrin se cilët biznese kontrollohen, ndaj cilëve biznese nxiren detyrime apo gjoba dhe si arsyetohen, se shumë e rëndësishme duhet të diskutojmë edhe mënyrën se si nxiren detyrimet. Dhe ky filtr është zero. Pse është zero? Ja t'ua them fare thjesht. Ju keni për ditë raste që i publikoni në lajme ku ka biznese që vjen prokuroria dhe thot filan investitori huaj gjigant ka bërë evazion, ka fshehur të ardhura, nuk janë mbledhur detyrime. Atëre, shumë e thjeshtë, një subjekt që ka këto detyrime, a është me risk? Tër këto borxhe të pambledhura, a e bën një biznes me risk? Ku janë verifikuar? Zero. Atëre, shumë e thjeshtë, më gjeni në faqen e tatimeve, në faqen e Ministrisë Financave, ku e ke statistikat, sa biznese janë kontrolluar, pse janë kontrolluar këto biznese, cilët janë kriteret e riskut. Ne kemi raste në praktik. Unë jam avokat dhe mbroj çështjen në gjykat. Ne kemi raste që në subjekte të caktuara ka kontroll brenda kontrollit. Pra fillon një kontroll. Kontroll brenda kontrollit në disa raste. Fillon kontrolli dhe kur inspektori është duke verifikuar dhe është në biznes, është në tatim pagues. Verifikon dokumentat, sistemi i tatim pagues është i mbyllur dhe për të kontrolluar dhe kontrollorin e kontrolluesit të kontrollorit, çohet një kontroll paralel, që është fare i palogjikshëm. Cili është analiza e riskut në këtë rast? Tani, s'ka analizë risku. Po, zoti Zekja. Atëherë, kemi parasysh që është shumë